Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Një javë nga hapja zyrtare e fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 maj, qeveria shqiptare ka vendosur të shpërndajë 150 milion lekë të reja për partitë politike që të organizojnë takimet dhe tubimet elektorale me votuesit. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 prill, është marrë vendimi që në program për mbështetjet partive politike të shtohet fondi prej 150 milion lekësh të reja. Parat që do të shpërndahen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të jenë të ndara një lloj për të gjitha subjektet zgjedhore pjesëmarrëse në këto zgjedhje. Efekti financiar i parashikuar sipas pikës 1 të këtij vendimi përballohet nga fondi rezerv i Këshillit të Ministrave për raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme miratuar për vitin 2025. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ministria e Financave dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kreu i koalicionit Lëvizja Shqipëria Bëhet në një takim me banor të Ballshit kërkoi votën e tyre në zgjedhjet e 11 majit me qëllim që në vend të nisë ndryshim i madh. Lapa i tha se nëse politika e vjetër do mbetet e pandryshuar edhe në këto zgjedhje, atëherë gjërat në vend do përkeqësohen më tej. Ndaj ju duhet ju që të votoni ndryshimin. Ndaj ju duhet ju që të votoni diçka ndryshe nga ata, diçka të re. Diçka e cila mund të sjellë standard tjetër në rroga, në pensione, në shkollim. Në rastin normal, 12 maj po fituan këta, do të jetë më i tmerrshëm se tani. Pse? Sepse këta do të marrin mesazhin që po dhunoje, prap të voton. Po vidhe, prap të voton. Po largoja fëmijën nga dheu, prap të voton. Po lëre me pension minimal që s'jeton dot, prap të voton. Dhe ata do të shtypin edhe më shumë, sepse ju prap do i keni votuar. Ndaj është e rëndësishme që në 12 maj të ketë një ndryshim të madh, të mos jenë me ata, po të jemi ne, të mos jenë me ata, po të jetë ndryshimi, të jetë rinia, e cila ka ide të reja, ëndra të reja, standarde të reja, tjetër ndershmëri për ta çuar Shqipërinë përpara. Që është koha për ndryshim, bindini, që është koha për të ndëshkuar ata që e vonë Shqipërinë. Bindini që duhet të sjellim një elitë të re politike për të bërë një ndryshim të madh në Republikën e Shqipërisë. Sepse nëse në 12 maj gjërat do të vazhdojnë njësoj në politik, në 12 maj 500.000 shqiptar të tjerë do të kenë mbledhur mendjen për të marrë valizhet. Kjo është një çështje e rëndësisë kombëtare, sepse kësaj here o Shqipëria nis kthesën e madhe, o Shqipëria nuk ka më kthim pas dhe vazhdon në derën që ka rënë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka publikuar një video në rrjetet sociale ku pretendon se janë pamje nga momenti kur alati i PD-s Adriatik Ali Madhi shoqërohet me dhunë nga policia. Sipas Nokës, Ali Madhi ndodhej në kafenen e vllajt të tij kur kërkoi të mësonte nga policia arsyeën e hyrjes në një ambient privat. Skandal policor, dhunë dhe rrëmbim live. Personi në video që tërhiqet forcërisht nga policia e shtetit është Adriatik Ali Madhi, kryetari i ballit kombëtar. Zoti Ali Madhi ndodhej në kafenen e vllajt të tij kur kërkoi të mësonte nga policia arsyeën e hyrjes së dhunshëm e kërcënueshëm në një ambient privat, e mbi të gjitha pa mandat. Orrave të rekrutuar nga rruga nuk u pëlqen mirësjellja dhe edukata. Ata njohin vetëm gjuhën e rrugëve si mjet imponimi, diskreditimi që i bëjnë uniformës së shtetit shqiptar. Këta banditë rëndon në xhepat e taksapaguesve. Hiqini kapelet, nuk meritoni respekt, shkruan Noka. Ish-kryeministri Sali Berisha ka kërkuar nga SPAK lejen për të udhëtuar drejt Strasburgut, duke kërkuar që të caktohet një datë tjetër për paraqitjen e tij. Berisha kërkon të marrë pjesë në aktivitete politike të planifikuara jashtë vendit, ndërsa është i pandehur me akuzën e korrupsionit lidhur me privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Seanca paraprake në gjykat u shtyp për shkak të mungesës së një avokati, ndërkohë që ajo e radhës është saktuar për më 11 prill. Ish-kryeministri Sali Berisha është drejtuar SPAK me një kërkesë për ta lejuar të udhëtojë drejt Strasburgut dhe të caktojë një datë tjetër që të mund të zbatojë vendimin e gjykatës së apelit të posaçëm për zbatimin e masës së detyrimit për paraqitje. Kërkesa është depozituar në prokurorinë e posaçme nga avokati Genz Gjokutaj dhe motivohet me aktivitetin politik të zotit Berisha, por deri më tani nuk ka një përgjigje nëse ish-kryeministri do të lejohet të udhëtojë drejt Strasburgut, në një kohë që më herët ju dha leje të fluturojë në drejtim të Gjermanisë. Sipas urdhërimit të gjykatës së posaçme të apelit, kreu i PD-s
duhet të paraqitet në SPAK të hënën e parë dhe të tretë të muajit, që i takon data 7 prillë që zoti Berisha thotë se ka planifikuar një aktivitet politik në Strasburg. Lidhur me vendimin e apelit për masën e sigurisë, Berisha ka ushtruar rekurs në gjykatën e lartë dhe ka kërkuar një herazi edhe përjashtimin e kolegjit penal të përbërë nga Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sander Simoni, kërkesë e cila është rrëzuar si e pabazuar në ligj. Ish kryeministri është i pandehur për akuzën e korrupsionit kryer në bashkëpunim lidhur me procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani, por seanca paraprake në gjykatën e posaçme e planifikuar për të zhvilluar këtë të premte u shty, kjo për shkak të mungesës së njërit prej avokatëve të pandehurve. Seanca e radhës është planifikuar të zhvillohet në datë 11 prill, ditë kur qelet zyrtarisht edhe fushata për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Komisioni i pavarur i apelimit do të vendos më 9 prill për kreun e prokurorisë së Lezhës, Erion Shehaj. Kreu i SPAK Altin Dumani ka kërkuar shkarkimin e tij për një sër shkeljesh gjatë punës së tij. Prokurori është denoncuar edhe nga emisioni Veting në News 24. Kolegji i posaçëm i apelimit do të vendosë më 9 prill për kreun e prokurorisë së Lezhës, Erion Shehaj, ndërsa SPAK ka kërkuar shkarkimin e tij për shkelje të rënda profesionale. Në seancën e kësaj të premteje, kolegji i posaçëm i apelimit dëgjoi konkluzionet përfundimtare nga palambrojtëse dhe SPAK. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme i qëndroi shkaqeve të ankimit dhe i kërkoi kolegjit që të ndryshojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat të prokurorit Shehaj. Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i prokurorit paraqiti argumentet e tij për secilin shkak të ankimit, si dhe deklaroi se në këto shkaqe nuk argumentohet si shkelje të mundshme që lidhen me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Në seancën e 19 marsit, kreu i SPAK argumentoi se Shehaj kishte pasur mangësi serioze në ushtrimin e detyrës dhe se veprimet e tij kishin dëmtuar besueshmërinë e sistemit të drejtësisë, duke sjellë pasiguri dhe duke penguar hetimin e disa çështjeve të rëndësishme. Gjithashtu, Dumani solli në vëmendje disa denoncime të tjera që ishin bërë ndaj Shehajit, përfshi rastet kur prokurori kishte lënë të pashfrytëzuara mundësitë për të kërkuar masat e sigurisë për individët që ishin në kërkim, duke I lënë ata të shëtisin lirisht, pavarësisht se ekzistonin prova të mjaftueshme për të kërkuar arrestimin e tyre. Shkeljet e kryeprokurorit të Lezhës janë trajtuar edhe nga emisioni Veting në News 24, ku mbërriti një denoncim për shkelje të ligjit. Një qytetar akuzoi Shehajin se e ka përjashtuar nga amnistia penale, duke e mbajtur në burg 11 muaj për te afateve ligjore. Policia ka ndaluar Arben Goxhajn, pronarin e kompanisë AMG SHPK, e cila më 11 mars importoi nga Brazili mish pule me salmonel dhe një sasi e konsiderueshme përfundoi në treg. Megjithatë, në njoftimin e policisë thuhet se pas konsultimit me prokurorin u vendos procedimin në gjendje të lirë për 50 vjeçarin. Administratori I kompanisë AMG SHPK, e cila importoi 13.5 ton mish pule me bakterin e salmonelës, është ndaluar nga policia, por më pas është lënë I lirë nga prokuroria për të hetuar në gjendje të lirë. Arben Goxha ishte shpallur në kërkim për importimin e disa tonëve mish pule nga Brazili, I cili kishte rezultuar infektuar me bakterin e salmonelës. Arben Goxha akuzohet për importim, prodhim, shitje dhe ruajtje e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Megjithatë, në njoftimin e policisë thuhet se pas konsultimit me prokurorin u vendos procedimi në gjendje të lirë për 50 vjeçarin. Policia ka proceduar penalisht të lirë edhe vëllana e Arben Goxhës, Mond Goxhën, po ashtu administratori I kompanisë Dimal SHPK për dyshimin e tregtimit në Shqipëri të produkteve ushqimore që ka në përmbajtje bakterin e salmonelës. Në hetim janë marrë dhe 3 inspektor të AKU, Gëzim Hushi, Sada Lufta, Aldo Sinjari. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi në cilësinë e inspektorëve të AKU, me veprimet dhe mosveprimet e tyre, kanë lejuar futje në treg të këtyre produkteve. Mishi pulës mbërriti në portin e Durrësit më datë 11 mars, përmes një reagimi zyrtar AKU, njoftoi se pas analizave të bëra në ISOUV, më 21 mars, ishte identifikuar bakteri salmonel në ngarkesën e ardhur nga Brazili dhe se po koordinonte gjurmimin dhe bllokimin, por nuk saktësoi sasinë e hedhur apo sasinë e identifikuar dhe bllokuar, edhe pse produkti kishte 10 ditë që ishte shpërndar në treg dhe ishte bler nga konsumatorët.
I shpallur në kërkim prej muajit majt vitit shkuar, ish efektivi i Reneas Altin Morina ka përfunduar në prangat e policisë së Tiranës. Ndaj tij rëndon akuza e kultivimit të bimëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Morina rezulton sipas pakt këtë bashkëpunuar me Durim Bamin për kultivimin e kanabisit në Nikël. Ish efektivi i Reneas Altin Morina, i cili ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Revanshi, është arrestuar nga policia. 45 vjeçari ishte shpallur në kërkim me urdhër të SPAK nga data 17 maj 2024 për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike, kryer në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal. Morina akuzohet nga prokuroria e posaçme si bashkëpunëtori i Durim Bamit në kultivimin e kanabisit në vitet 2019-2020. Implikimi i ish efektivit u zbulua pas zbërthimit të Sky ECC, ku sipas SPAK, Durim Bami në bashkëpunim me Morinën, i cili në kohën e kryerjes së krimit ishte efektiv i forcave Renea, organizuan kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Niklës dhe Tapizës. Pas 11 muajsh në Arati, ish polici u vendos në pranga mbrëmjen e së enjtes nga shërbimet e komisariatit numër 2 në Tiranë, në zonën e stadiumit Dinamo. Në momentin e arrestimit, Altin Morina ishte në makinë në shoqërinë e një personi tjetër, i cili po ashtu është arrestuar për veprën penale për krahje e autorit të krimit. Raportohet se ish efektivit të Reneas u gjet armë dhe dokumente false me vete. Kujtojmë që Altin Morina u arrestua edhe më 14 mars 2023 në zonën e komunës së Parisit, pasi u kap duke qarkulluar me një automjet tip Audi Q8 me 113.000 euro, një shumë poundësh dhe lekësh me vete. Por me vendim të gjykatës, ish efektivi u la i lirë në muajin prill të vitit 2024 dhe pas një muaj më vonë u shpall në kërkim nga SPAK. Një 15 vjeçar nga Vlora është vënë në hetim pasi rezulton se ka hakeruar emailët dhe faqet zyrtare të disa institucioneve shtetërore. I mituri spektrit autik ka aftësitë veçanta dhe është i dhënë pas teknologjisë. Në shënjesër të tij ishin faqja e Parlamentit, e Shërbimit Informativ Shtetëror, por edhe në sajte të tjera të cilave tentonte t'i merrte emailët dhe t'i bllokonte. Policia e Vlorës ka zbuluar një rast të ndërhyrjes së pa autorizuar në sistemet kompjuterike të disa institucioneve shtetërore. Grupi hetimor mbeti i habitur kur zbuloi se autori ishte një 15 vjeçar. I mituri me aftësi të veçanta detyroi policinë e shtetit të hetonte një muaj me metoda speciale derisa arriti ta zbulonte. 15 vjeçari banues në Vlorë dyshohet se gjatë muajit mars 2025 ka ndërhyrë në mënyrë të paautorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emailë dhe faqe zyrtare, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Nga hetimet e deri tanishme nga policia nuk ka rezultuar vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. 15 vjeçari i spektrit autik ka aftësi të veçanta dhe është i dhënë pas teknologjisë. Në shënjesër të tij ishin faqja e Parlamentit, e Shërbimit Informativ Shtetëror, por edhe sajte të tjera të cilat tentonte t'i merrte emailë dhe t'i bllokonte. I mituri kishte arritur të merrte 2 faqe, por vetëm duke i bllokuar. Nga hetimet paraprake nga grupi hetimor rezulton se i mituri nuk punonte për ndonjë grup kriminal, por këtë e bënte pasi ishte i pasionuar pas teknologjisë, siç ka deklaruar edhe ai vetë para hetuesve. Policia njofton se gjatë operacionit u sekuestruan disa pajisje, të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të thelluara teknike, si 5 kompjuter, laptop, 6 aparate celular dhe një dron. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative, deri atëherë, mirupafshim.